muaj, a mendoni që deputetët e meritojnë një, supozoj e keni marrë si ministra aty? Së pari, duhet të theksoj që për lëvizjen e vendosje është e papranueshme që ka deputet të kuvendit të Republikës së Kosovës të cilët vinë në kuvend, por nuk e dinë se vinë. Secili deputet i lëvizjes vetë vendosje në secilën seancë konstituive që nga 15 prillit kanë qenë të pranishëm me qëllimin që të kontribuojnë secili prej tyre në konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës. Sot ishte seanca 16, pra 16 kur prej momentit kur është propozuar votimi për komisionin PK-s, gjithsesi për të shkuar me votimin e fshet, dhe në këto 16 seanca nuk ka pasur në asnjërin prej tyre asnjë përpjekje minimale të deputetëve të opozitës që të marrin pjesë në votim sipas obligimit kushtetues. Pra ne nuk po themi që të votojnë për domosdo, ne po themi që mund të votojnë për, kundër apo të abstenojnë sepse kanë obligim kushtetues. Dhe kjo rrjedh nga gjykimi i gjykatës kushtetuese. Pra 16 herë kanë ardhur në kuvendin e Republikës së Kosovës, vetëm po flas për komisionin. Pra kur kemi nisur që nga 1 maj përpjekjet e kryesuesit të seancës konstituive për të votuar komisionin e fshet, dhe në këto 16 herë nuk ka pasur sukses. Prandaj janë 24 seanca në seancën e sotme. Kjo situatë natyrisht që është brengosëse, por sa i takon lëvizjes vetëvendosje secilin obligim, të cilin e kemi pasur me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me gjykimin e gjykatës kushtetuese, me rregullorën e punës së kuvendit, e kemi adresuar, pra ne vim këtu për të kontribuar në konstituimin e kuvendit. Është përgjegjësi e gjithë deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës që të marrin pjesë votim dhe të gjejnë mënyrat për ta konstituar kuvendin e Republikës së Kosovës. Edhe në letrën e presidentes Osmani, nëse e keni parë, aty thotë që ju takon të gjithëve që të gjejnë mënyrën për të konstituar kuvendin dhe jo për të bllokuar konstituimin e kuvendit. Prandaj mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që opozita të braktisë qëndrimet bllokuese. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të jemi në shërbim të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe të jemi në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra veprimet tona të jenë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Tani ne po presim edhe vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse siç e dini, AK-ja ka dërguar komisionin për votimin e fshet në gjykatën kushtetuese. Nuk mund të paragjykojmë, mund të marrim me mend se çfarë do të jetë përgjigjja e gjykatës kushtetuese bazuar edhe në praktikat që kemi pasur tashmë me vendimet e gjykatës. Megjithatë, mendojmë që duhet ta presim dhe ta shohim cila është rruga që do ta ndjekim, por besojmë që jemi në të drejtën tonë, prandaj duhet të kontribuojmë të gjithë. Sa i përket pagave, unë jam paguar si ministren e drejtësisë, pra këtë e kemi bërë publike, mund të ofroni ose mund të kërkoni qasje edhe në pagat e kabinetit qeveritar. Këtë tashmë e ka bërë një nga televizionet me sa di, dhe sa jam informuar. Natyrisht që do t'ju njoftojnë për secilën çështje, por po them edhe një herë, deputetët e grupit tonë parlamentar vinë për të votuar. Por nuk mund si të vetëm që ta konstituojnë kuvendin, sepse është përgjegjësi e gjithëve. Ne kemi thënë kur vjen puna te qeveria, përgjegjësia i takon mandatarit, i takon lëvizjes vetëvendosje dhe partnerëve tanë, guxo dhe alternativa. Do të lutem për një rast që shumë diskutuar, sidomos prej dje, kur vlau i Luanda Lipe. Unë besoj që e keni parë se çka ka shkruar shefi i kabinetit, gjithsesi zoti Dalipi, nuk kam asgjë për t'i shtuar asaj, sikur se ju e kam parë edhe unë reagimin e zotit Dalipi, prandaj nuk kam se çka shtoj më tepër. I vjen që mund ta provoj fatin edhe ai.